Miqtë të Publial, përshëndetje, do t'u njohim me parashikimin e yjeve, përkatësisht me horoskopin për datën 10 qershor 2022. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin ton të YouTube-it në Publial, duke bërë subscribe. Do ta nisim me shenjën e parë zodiakale. Dashi. Nëse ndjeni të frymëzuar për të trajtuar veten, qëndroni të ndërgjegjshëm për blerjet tuaja. Shpërthimi pa dallim do t'ju lëjë gjurmë serioze në llogarinë tuaj bankare. Ndërkaq, është më mirë që të zgjidhni një gjë të veçantë për të kënaqur dëshirat tuaja materiale. Demi. Ju keni një mundësi të mirë për të zgjeruar arsimin tuaj. Studimi i një objekti të pazakontë do të sjellë një pranverë në hapin tuaj dhe një shkëlqim në sy. Mos u befasoni nga fillimi i tërheqjes me shumë vëmendje romantike, sapo të filloni të ndiqni një kurs të avancuar. Karriera juaj është bërë jashtëzakonisht e kërkuar. Binjakët. Rezistojni tundimit për të punuar. Duhet të pushoni dhe të relaksoheni. Kërkoni miq, hidhni një sy gjumë ose merrni pjesë në hobin tuaj të preferuar. Qëndroni jashtë email-it të punës dhe mos bëni veten fajtor për ndryshimet e drejtimit. Askush nuk mundet të abuzojë me përtatësi. Parat nga një trashëgimi apo dhe zile ligjore do të rimbullsojnë penzimet tuaja të tepërta. Gaforia. Dikush shumë i afërt, i cili do të marrë një zemërim tepër të madh kur kaloni kohë me njerëz të tjerë, mos ia vini shumë re. Mos jepni rëndësi pritshmërive të tyre manipuluese. Ju keni të drejtë të keni një marrëdhënie dhe jashtë kësaj lidhjeje. Marrëdhënia me miqt jep një perspektivë tepër të rëndësishme, qoftë dhe profesionale. Duhet të ndryshoni zakonet e të shpenzuarit dhe të kursyerit. Organizohuni më mirë. Luani. Dhe pse preferoni të shihoni ratin e shtëpisë, përgjegjësitë profesionale kërkojnë vëmendjen tuaj. Merreni këtë mundësi për të takuar me punëdhënësit tuaj. Ai ka nevojë për njohuritë tuaja në lidhje me një çështje të vështirë, paçka se mund të jetë më i lartë profesionalisht. Përgjigjja juaj e matur do të sigurojë shefin se një gabim mund të ndreqet. Virgjëresha. Lajmet të mira do të vinë për një çështje ligjore. Ndërkaq, më në fund do të jeni në gjendje që të largoheni nga një situatë kufizuese. Në vend që të shqetësoheni për punët e shtëpisë dhe përgjegjësitë personale, drejtojeni veten tuaj ndaj ideve që ju frymëzojnë. Ta shtyni veten për të përfunduar një detyrë kërkuese mund të rezultojë në një lëndim. Peshoria. Përpjekja për të fituar zemrën e një shenjë, përkatësisht ndoshta edhe për peshqit që është e ftohtë dhe padobishme, mund të sjellë ndryshime. Hidhni energjinë në një projekt që ju mbush me pasion. Ju keni qenë të bekuar me aftësi mbreslëndse krijuese, kopshtari, qepje, ridekorim, dhome apo dhe dizajnim rrobash, të cilat janë të gjitha mundësitë për të ndryshuar. Një afërm i pasur do t'ju japë një dhuratë të vlefshme dhe pranojeni këtë ofertë me një zemër të lumtur dhe të hapur. Akrepi. Kthejni vëmendjen tuaj tek të afërmit dhe të dashurit. Kohët e fundit që i keni rregulluar problemet tuaja do mund të shikoni me më shumë optimizëm. Duke rregulluar fokusin, do të ndalni në një tronditje. Gjeni mënyrën për të shërbyer dikujt që ju ka mbështetur gjithmonë. Nëse duhet të blini një pajisje të shtrenjtë, bljeni atë. Ndërkohë që nuk do të keni një çmim të mirë në dispozicion, kjo blerje mund të ketë përfitime të papritura. Shigjetari. Në vend që të pretendoni se çdo gjë është në rregull, mbani një shqetësim shëndetësor. Sa më shpejt që të merrni një trajtim në këtë gjendje, aq më të lumtur do jeni. Është e mundur që të gjeni lehtësim nga një trajtim. Bricjapi. Miqt kërkojnë shumë nga ju. Në vend që t'i veshni veshjen thirrjes së tyre, mbështesni diçka më të mirë dhe të vendosni veshjen tek problemet tuaja. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të shijuar një shëtitje romantike me të dashurin. Jeni vetëm, angazhoni ndaj vet kujdesjes tuaj, qoftë sentimentale apo dhe profesionale. Ujori. Për ju të dashur ujor, punëdhënësi juaj kërkon nga ju që të shpenzoni më shumë kohë në punë, por kjo nuk është e mundur. Përgjegjësitë familjare kërkojnë vëmendje. Mund të jetë e nevojshme të gjeni trajtim mjekësor për një person të afërt i cili do të vuajë nga simptoma jo specifike. Jepini këtij problemi vëmendjen tuaj të plotë. Një afërt nuk do ta durojë dot qëndrimin tuaj të ashpër.
Peshi. Edhe pse dëshiron të fillosh një aventurë të re, ka shumë detyra përse duhet të ndjekësh. Merrni këtë mundësi për të magazinuar qilarin i cili do të ndodhet i vizatuar në bankë. Ndërkaq, duke i bërë këto punë, do të merrni frymë dhe me një përshpërim lehtësimi. Një mik me ndikim pozitiv do t'ju rekomandoj për një punë ose mundësi kreative. Besimi i tij në aftësinë tuaj është i kënaqshëm.